Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi asi i kupave, heremiti, 8 shpatat, 6 shpatat. Në planin personal, java nis me një dritë shumë të bukur. Asi i kupave. Asi i kupave nënkupton se brenda jush ekziston një ndjenjë e re, një shpresë e re, një dëshirë për të jetuar më lirshëm. Mund të mos jetë ende plotësisht e dukshme, por zemra juaj po përpiqet të çelë. Më pas shfaqet heremiti, dhe kjo tregon se ju nuk po e kërkoni përgjigjen te zhurma e botës. Një pjesë e juaj apo reflekton. Ndoshta mund të jeni duke kaluar një periudhë ku keni analizuar shumë situata, shumë njerëz ose shumë ndjenja. Është sikur po ecni me një llampë të vogël në errësirë, duke parë vetëm hapin e radhës. Por më pas shfaqet 8 shpatat. Kjo kartë flet për kufizime psikologjike, mendime që ju bëjnë të ndiheni sikur nuk keni zgjedhje. Mund të kapeni pas pyetjeve të tipit, po sikur të gaboj, po sikur të lëndohem, po sikur të mos funksionoj. Dhe pikërisht këtu shfaqet 6 shpatat, që është karta e daljes nga stuhia. Mesazhi i kësaj karte është se edhe një hap i vogël larg mendimeve që ju lodhin është përparim. Kartat këshillojnë të mos e ngatroni kujdesin me burgosjen e vetes. Kalojm tek familja. Në familje kemi 2 kupat, drejtësia, faqa e shkopimve, temperanca. Në familje, 2 kupat flet për mirëkuptim, flet për afrim, flet për komunikim të sinqert. Mund të ketë një energji pajtimi ose afrimi me dikë të familjes që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Drejtësia tregon se disa çështje po shihen më objektivisht. Drejtësia nënkupton që një atmosferë ku mbizotron arsyeja mbi emocionet e momentit. Ju mund të gjeni zgjidhje të drejta dhe të ruani harmoninë duke treguar maturi dhe respekt për këndvështrimet e të tjerëve. Faqa e shkopimve sjell lajm, iniciativë ose energji më të gjallë. Mund të ketë biseda të reja, plane të reja, ide të reja ose një frymë më optimiste në ambientin familjar. Temperanca në fund është një bekim, sepse ajo tregon maturi, qetësi dhe aftësinë për të bashkuar gjëra që duken të kundërta, si për shembull zjarrin me ujin. Duket se në familje ka energji pajtimi, drejtësie dhe kompromisi, ku interesat e përbashkëta vendosen mbi konfliktet personale. Kartat këshillojnë të mos kërkoni përsosmëri në marrëdhëniet familjare. Kalojm në dashuri. Në dashuri kemi rrota e fatit, magjistari, 6 monedat, 10 shpatat. Në dashuri, rrota e fatit tregon se diçka po lëviz. Energjia nuk është statike. Një cikël po ndryshon. Ndoshta për një kohë keni qenë në pritje, ose në paqartësi, ose në një model që përsëritej vazhdimisht. Por rrota e fatit thot se ky model nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Më pas shfaqet magjistari dhe magjistari thot: fati hap derën, por ju duhet ta kaloni pragun. Magjistari flet për iniciativë, komunikim dhe manifestim. Në dashuri, magjistari tregon se ju dëshironi të krijoni diçka. Ju dëshironi të afroheni, ju dëshironi të flisni, ose të ndryshoni drejtimin e situatës duke ndikuar. 6 monedat sjell temën e reciprocitetit. Pyetja kryesore e kësaj karte është: apo jepni dhe po merrni në të njëjtën masë? Nëse një lidhje ka qenë e pabalancuar, kjo javë ju bën ta shikoni më qartë. Më pas shfaqet 10 shpatat, që nënkupton fundin e një mënyre të vjetër të menduarit ose të vuajturit.
Mund të jetë fundi i pritjes pafund, mund të jetë fundi i zhgënjimit të përsëritur, mund të jetë fundi i një iluzioni, mund të jetë fundi i një historie që ka mbaruar prej kohësh, por që zemra ende e mbante gjallë. Pra, në dashuri mund të mbyllet një cikël i lodhshëm emocional, një situatë ose ndonjë person që ju ka sjell pasiguri, ju ka sjell pritje, ju ka sjell fiksim, pra kjo situatë nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën formë. Kartat këshillojnë të mos ndiqni atë që ju mban në pasiguri. Investoni tek ajo që ju sjell qartësi. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti i shpatave, njeriu i varur, 7 kupat, hierofanti. Në punë, kartat flasin për qartësi mendore, por jo për veprime të menjëhershme. Mbreti i shpatave ju kërkon logjik, kalkulim dhe strategji. Kjo nuk është javë për vendime impulsive. Njeriu i varur tregon se mund të ndiheni sikur disa gjëra po ecin më ngadalë nga sa të dëshironit ju. 7 kupat sjell shumë mundësi, por edhe konfuzion. Mund të keni opsione të shumta, ide të shumta ose skenar të shumtë në mendjen tuaj. Hierofanti në fund thotë se rruga më e sigurt këtë javë nuk është eksperimenti i rrezikshëm, por ajo që ka strukturë, dije dhe bazë të fortë. Pra, ndiqni rrugën e provuar. Kartat këshillojnë të besoni më shumë te faktet dhe më pak tek hamendësimet. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi magjia. Magjia nënkupton se fuqia juaj nuk qëndron te kontrolli i gjithçkaje, por te zgjedhja se si do të përgjigjeni ndaj asaj që vjen. Këtë javë, unë do të thoja mos kërkoni prova që mrekullitë ekzistojnë. Veproni si dikush që beson se ndryshimi është i mundur. Ndonjëherë, kjo është forma më e vërtetë e magjisë. Paçim.